Balena e kaltër. Balena e kaltër është kafshë ose krijesa më e madhe që ka jetuar ndonjëherë në tokën tonë. Ato e kanë një masi gati deri në 33 metrë dhe ato mund të rriten edhe më shumë. Këto kanë një peshë diku rreth 220 ton ose 30 elefanta ose 20 autobusat mëdhej. Balenat e kaltërta janë shumë të mirë me njerëzit, ato nuk i sulmojnë, mirë po ekzistojnë disa balena tjera që i sulmojnë njerëzit. Zemra e një balene të kaltër peshon diku rreth 180 kg dhe gjuha e një balene peshon sa një elefant. Një balene e kaltër han diku rreth 4 ton ushqim, duke hapur gojën e saj edhe të hanë çfarë t'i del përpara. Balenat e kaltërta e kanë gjithashtu edhe zonin më të fuqishëm në botë. Dhe largësia e zërit që këto balena i bëjnë shkojnë diku rreth 1600 km. Ato i bëjnë këto zëra për të komunikuar me balenat e tjera dhe zëri i tyre duket kështu.